Xhaxhai i tij tjetër Ebu Talibi, i cili edhe pse nuk besoi në fenë e tij, mirë po e ndihmoi me të gjitha mundësitë që i kishte dhe shumë e donte pejgamberin alayhis salam. Kur arriti në shtratin e vdekjes, pejgamberi alayhis salam po i thot: "O Xhaxhaim, pranoje fenë e Allahut, thuaj la ilaha illallah që të shpëtosh prej dënimit të Allahut. Largohu prej idhujve në këtë moment, sepse ai i cili adhuron dikon tjetër posa Allahut, ai do të futet në xhehenem dhe nuk do ta fitojë shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala." Pejgamberi alayhis salam po i thot kështu Xhaxhait të tij, ndërsa Ebu Xehli dhe një shok tjetër i Xhaxhait të tij prej mushrikëve, pra prej shokëve të këqinj, po i thon: "O Ebu Talib, apo largohesh nga feja jon?" Atëherë pra Muhamedi alayhis salam për shkak të dhimbsurisë që e kishte me këtë njeri, i thoshte: "O Xhaxhaim, pranoje se vetëm Allahu meriton adhurimin. Adhuroje vetëm Allahun një që të shpëtosh nga dënimi i Zotit." Mirë po, ai edhe për shkak kësaj nga turpi thoshte që mos thon armiqtë e mi se unë e kam pranuar fenë nga friga, nuk e pranoj fenë e Allahut. Dhe kjo është ndikimi i keq i shoqërisë së keqe, saqë u bën sebeb që ky Ebu Talibi pra mos ta pranoj fenë e Allahut subhanahu wa taala. Atëherë pejgamberi alayhis salam, për shkak se i dhimbse i si Xhaxha, tha: "Unë do ta lus Zotin për ty." Sepse shumë i kishte ndihmuar. Mirë po Allahu e ndaloi që të bëj dua për të, sepse ai kishte vdekur mushrik, kishte vdekur duke adhuruar gurin dhe drurin, nuk ishte adhuruesi Allahut subhanahu wa taala, andaj nuk i takon që ta arrijë pra mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kështu pra Allahu e informoi se për shkak të ndihmës që ta ka bërë ty o Muhammed, ai do ta ketë dënimin më të lehtë në ahiret. Ai do ta ketë pra dënimin më të lehtë në ahiret. Dhe krejt kjo për shkak të moralit të madh që e kishte pejgamberi alayhis salam me të dhe mshurisë së madhe që tregoi karshi i tij.